U inaugurua xhamia Haxhi Mahmud Bey në Manastir, një objekt i rëndësishëm i trashëgimisë islame në atë rajon. Ceremonia u organizua nga Ambasia Fetare Islame dhe në përkujdesje të muftinisë së manastirit me në krye muftiun Haxhi Hamit Efendi Rasimi, ndërsa investimi është realizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfëve të Turqisë, e cila vazhdon të luajë një rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e monumenteve me vlerë historike dhe shpirtërore. Në këtë ngjarje morën pjesë personalitete të larta nga vendi dhe jashti, përfshirë Reisul Ulema Haxhi Hafidh Shaqir Efendi Fetaj, zëvendës ministrin e kulturës dhe turizmit të Turqisë Nadir Alparslan, ambasadori i Turqisë Fatih Ulusoy, kryetari i komunës së manastirit Toni Konjanovski, atasheu për çështje fetare pranë ambasadës së Turqisë Mustafa Bodur, dekani i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, si dhe mufti të Basisë Fetare Islame dhe shumë mysafirë të tjerë. Xhamia e Haxhi Mahmud Beut në Manastir përfaqëson një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore islame dhe osmane në këtë qytet të bukur. E ndërtuar në vitin 1521 deri në vitin 1522 nga Haxhi Mahmud Beu, ajo ndodhet në zemër të qarqisë së vjetër në zonën e njohur si Pazari i Peshkut në anën e majt të lumit Dragor. Restaurimi i saj i realizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfeve të Republikës së Turqisë me përkushtim ndaj ruajtjes së origjinalitetit përfaqëson një akt me rëndësi të veçantë. Ky restaurim nuk është vetëm një ndërhyrje fizike në objekt të xhamisë, por një rikthim i identitetit, një institucion që historikisht ka qenë shkollë, vend, dije, hapësirë, solidariteti dhe qendër e bashkëjetesës. Trashëgimia pra që përfaqëson kjo xhami është pjesë e një civilizimi të tërë, trashëgimia islame dhe osmane, e cila për shekuj me radhë ka ndërtuar qytete, institucione dhe modele jetese që i kanë dhënë formë jetës shpirtërore, arsimore dhe shoqërore në këto troje. Manastiri është një shembull më i qartë i kësaj trashëgimie. Qarshia, xhamit, medreset dhe institucionet e vakfit nuk ishin vetëm struktura fizike, por pjesë e një rendi qytetar ku në qendër qëndronin morali, dija, bashkëjetesa, paqja, toleranca, dashuria për njeriun dhe harmonia ndërmjet besimeve dhe popujve të ndryshëm. Kjo trashëgimi ndërtoi një kulturë respekti dhe bashkëjetese, ku dallimet nuk shiheshin si kërcënim, por si pasuri e jetës së përbashkët qytetare. Prandaj, shprehim falënderimin ton për komunën e Manastirit, në krye me kryetarin zotëri Toni Konjanovski dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët vazhdojnë të kultivojnë dhe të forcojnë këtë frymë të bashkëjetesës, tolerancës dhe respektin ndërmjet popujve dhe feve të ndryshme, duke ruajtur karakterin historik dhe multikulturor të manastirit. Hapja zyrtare e xhamisë u bë nga presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë në kuadër të një ceremonie të gjerë ku inauguruan gjithsej 202 objekte të trashëgimisë kulturore brenda dhe jashtë Turqisë. Ky akt simbolik dëshmon për kushtimin institucional të Turqisë dhe ruajtjen e identitetit kulturor dhe fetar në hapësirat ku kjo trashëgimi ka rënë të thella historike. Rindërtimi i xhamisë Haxhi Mahmud Bey përfaqëson jo vetëm një investim në infrastrukturën fetare, por dhe një rikthim të memorjes historike dhe shpirtërore të komunitetit, duke i dhënë manastirit një qendër vlerë të shtuar në hartën e trashëgimisë islame në rajon.